Ka nisur me tensione protesta e 4 qytetare kundër ndërtimeve në zonën e mbrojtur të Zvërnecit. Protestuesit qanë gardhin metalik dhe kordonin ngritur në mes të bulevardit, ndërsa policia u përgjigj me ujë me presion. Kryeministri Rama përshëndeti vendimin e SPAK për të liruar llogaritë bankare të investitorëve të huaj në Zvërnec, ndërsa tha se hetimet do sqarojnë origjinën e tokës. Rama u shpreh se protestat janë të nxitura nga jashtë si pjesë e luftës hibride. Kreu i opozitës Sali Berisha shprehu qëndrimin pro investimeve të huaja portase në Zvërnec duhet të realizohet një projekt i përshtatur me mjedisin dhe standardet e BE-s. Sipas tij, shteti duhet të jetë garant i këtij investimi. Një tragjedi e vërtet ka ndodhur pas ditën e sotme në Shëngjin, ku 2 të rinj nga Kosova janë mbytur në det, ndërsa 3 shokët e tyre kanë mundur të shpëtojnë. Shkak dyshohet se është bërë deti i trazuar. Prokuroria e posaçme kërkoi 28 vite burg për 11 të akuzuarit e dosjes Veliaj, të cilët kanë kërkuar gjykim të shkurtuar. Gjithashtu SPAK i kërkoi gjykatës që 5 prej tyre t'i dënojnë me 19,9 milion lek gjop në total. Policia e Tiranës zbuloi një skem të vjedhës se rreth 400.000 eurove nga llogaritë e 2 klientëve në një bank nivelit 2. Në pranga u vun 12 persona, mes cilëve dhe drejtori dhe zëvendës drejtori i degës. Nisonte aventura e trajnerit Rolando Maran te kontarja pasi Shqipëria do luajë misionet me Izraelin në Tiranë. Në formacion e kuqëzimve të bërë publik para ndeshjes nuk ka risi, ndërsa italiani ka vendosur t'ia besojë sulmin brojës. Zonja dhe zotërimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Ky është edicioni i mbrëmjes pikërisht ai orës 19:30. Menjëherë do ta nisim me protestën, e cila po zhvillohet në momentet që ne flasim. Është protesta numër 4 e qytetarëve që janë mbledhur përsëri përpara kryeministrisë, por duhet thënë që në rrugtimin e tyre sot ata kanë hasur pengesën e policisë. Natyrisht për të mësuar se ç'ka ndodhur, pse ka ndodhur, unë do të lidhem me gazetarin ton Enkel Gjangoli. Po, Enkel, të përshëndes, pse pati përplasje mes protestuesve dhe policisë? Përshëndetje, Reiz. Po, në fakt, sot është dita e 4 të protestës, por ndryshe nga 3 protestat e tjera. Sot pati një përplasje me punonjësit e policisë, të cilët kishin krijuar një kordon sigurie në bulevardin Dëshmorët e Kombit për shkak të masave të sigurisë që ata kishin marrë për ndeshjen Shqipëri-Izrael, por kjo gjë e cila bëri që protestuesit të përplaseshin me punonjësit e policisë dhe ta çanin kordonin dhe në këto momente ndodhen pikërisht para kryeministrisë. Pavarësisht se policia hodhi edhe ujë ndaj protestuesve, por protestuesit arritën që të kalonin kordonin e policisë dhe tashmë ndodhen para kryeministrisë dhe sigurisht duke përsëritur të njëjtat thirrje edhe 3 ditë më parë, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministit Rama, por gjithashtu duke kundërshtuar projektin e Zvërnecit, por edhe për kauza të tjera që qytetarët janë mbledhur në këto protesta, në këto 3 protestat të zhvilluar deri më sot, por edhe sot kanë po të njëjtat thirrje, por kryesisht në fakt janë të rinj të cilët marrin pjesë në këto protesta, pankarta në duar dhe pankarta kreative të cilat ironizojnë edhe qeverinë, por njëkohësisht edhe opozitën duke thirrë vazhdimisht, siç e dëgjojmë në këto momente, me thirrje dorëheqje në kundrejt kryeministrit Rama. Enkela, ka patur përdorim dhune dhe të lënduar? Duhet thënë që policia, nëse do ta krahasojmë me protestat që janë zhvilluar nga ana e opozitës, ku policia është përgjigjur ashpër, duhet thënë që policia pati një moment rezistence për të mos u qarë kordoni, por të rinjt e arritën që ta kalonin të kordon, por nuk pati persona të lënduar. Mjaftoi që të kishte një shtyrje me trup mes protestuesve dhe punonjësve të policisë, por nuk pati persona të lënduar. U hodhë ujë në fakt në drejtim të qytetarëve, por jo në sasi që ne mund të kemi parë në protesta të tjera.
pasi qytetarët që në fillim u ndanë në dy grupe, pasi disa prej tyre ndodheshin te kryeministria, ndërsa disa të tjerë, shumica prej tyre vinin nga sheshi Skënderbej në drejtim të kryeministrisë. Por në momentin që turma e parë çau kordonin, sigurisht u bashkuan edhe shumica e protestuesve dhe policia me sa duket e pati të pamundur që të ruante kordonin e sigurisë, pasi kishte vendosur edhe gardën e hekur, por ishte vendosur edhe kordoni policisë, por në të dyja rastet nuk arritën që të bllokonin, le të themi, të gjithë le të themi turmën e protestuesve. Ndërkohë protestuesit vijojnë me thirrje të tyre her pas here, ka dhe entuziazëm dhe u bashkohet koreve të thirrjeve që kanë protestuesit. Duhet thënë që janë thirrje të ndryshme që ndonë se nisi për projektin e Zvërnecit, tashmë kjo protest duket se ka disa kauza, duke padur thirrje qoftë për anullimin e projektit Zvërnecit, qoftë për ndërheqjen e kryeministit Rama, qoftë për ruajtjen e të gjitha zonave të mbrojtura, por edhe për kauza të tjera. Pra është një protestë që ka grumbulluar qytetarët qoftë të Tiranës, por qoftë edhe nga qytetet e tjera që kanë zgjedhur që të protestojnë pikërisht këtu para kryeministrisë, por edhe kësova kryesisht janë protestues dhe qytetarë të moshave të reja që janë bashkuar kësaj proteste, që deri më tani duhet thënë që është mbajtur dhe me fjalime vetëm nga të rinj, nga qytetarë që duhet shprehë mendimin e tyre dhe nuk ka patur edhe fjalime politike siç do të rëndom. Qartë, Enkel, të falenderoj për raportimin tuaj. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ka përshëndetur vendimin e SPAK për të liruar llogaritë bankare të investitorëve tuaj në Zvërnec, ndërsa tha se hetimet do të sqarojnë dhe origjinën e tokës. Rama u shpreh se protestat janë të nxitura nga jashtë si pjesë e luftës hibride. Kryeministri ka dalë për të përshëndetur vendimin e strukturës posaçme, që është bllokoi transaksionin e parave nga kompania që do të investojë në Zvërnec, drejt pronarëve të tokës ku pritet të kryhet investimi, e cila po ashtu është nën hetim nga SPAK-u. Një zhvillim që unë e konsideroj shumë pozitiv, që do thot me sqarimin e plot dhe përfundimtar të origjinës së fondeve të kaluara përmes bankës dhe me çlirimin përfundimtar të investitorëve që tani më janë dhe pronarë. Rama ndërkohë deklaron se nxit çdo hetim që synon të bëjë transparencën mbi dokumentat e pronarëve të tokës, për të cilat ka pretendime se janë të falsifikuara. Çështja e origjinës pronës është një çështje që do të mbulohet nga një hetim tërësisht i pavarur përmes SPAK-ut. Në rast se shitësi ka një origjinë legjitime të pronës, do marri parat. Në rast se nuk e ka, natyrisht që parat do t'i mbeten Republikës Shqipërisë. Një ditë më parë, kryeministri ftoi një përfaqësi të protestuesve kundër ndërtimit të resortit në Zvërnec, ndërsa sot i pyetur nga gazetarët shpjegoi se kujt i adresoi kjo ftesë, duke ripërsëritur se nuk ka asnjë plan të iqdor nga ky investim që i duhet ekonomisë së vendit, thot ai. Asgjë nuk më lëviz mua nga instikami në thonjza ku më ka vendosur shqiptarët. Përmes një postimi, por dhe në daljen përpara godinës qeveritare, Rama i krahasoi disa nga protestuesit me ultranacionalistët grek të agimit të artë. Ata që vinë me librin e shtëpisë time poshtë dritares këtu tek selia e Partisë Socialiste dhe vinë vërdall në për rrugë, si ata çakejt e agimit të artë në Greqi që ulërinin Greqia është e grekëve, janë subjekt vetëm për Zotin. Kryeministri prej 3 ditësh lë të kuptohet se protesta kundër Zvërnecit është pjesë e luftës hibride, që nuk zhvillohet me armë dhe betejë fizike, por me sponsorizime kibernetike. Organizojnë dhe nxisin dhe orkestrojnë situata të kësaj natyre duke përdorur në rast të parë çështjet e ambientit. Bashkohen vëllezërit e agimit të artë që orkestrohen nga ustallar si ata të agimit të artë në emër të Shqipërisë së shqiptarëve. Rama po ashtu është i sigurt për fundin e kësaj lufte, që do të cilë dhe fundin e protestës, po dhe 4 miliardë euro për ekonomi shqiptare nga resorti luksoz dhe modelet e suksesshme i gjen prap tek Mali i Zi. Cili është motori më i madh ekonomik i Malit të Zi? Turizmi. Atëherë si shpjegohet që në Mali të Zi prej kohësh pagat janë më të lartat në rajon? Përgjigja shumë e thjeshtë, rezortet luksoze. Kërkesat për dorëheqje apo për burg për të artikuluara gjatë protestës
Edi Rama thot se nuk vin nga ata që duan mjedisin dhe kundërshtojnë investimin. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për investimin e Zvërnecit duke postuar foto nga 2 projekte të tjera të realizuara nga kompania në për botë. 2 projekte të realizuara tani më nga Fix, bashkëinvestitorët e projektit që ka tronditur armiq të Shqipërisë europiane, konkurrent të Shqipërisë turistike, shqiptar të verbër që po përdoren si vegla qorre kundër Shqipërisë, por edhe shqiptar të ndershëm e të ndjeshëm ndaj mjedisit, të cilët fatkeqësisht janë manipuluar nga lufta hibride që po zhvillohet egërsisht në rrjetet sociale nga armiqtë e vendit tonë, shkruan Rama. Sipas tij, këto investimet kryera flasin për zhvillimin në harmoni me natyrën nga ata që sot janë blerësit legjitim të trullit privat në Zvërnec, si dhe bashkëpronar të konglomeratit global Power Holding, një fuqi e madhe sipërmarrëse jo vetëm në lindjen e mesme, por edhe më gjerë. Kreu i opozitës Sali Berisha ka shprehur qëndrimin pro investimeve të huaja, por tha se në Zvërnec duhet realizohet një projekt i përshtatur me mjedisin dhe me standardet e Bashkimit Evropian. Sipas tij, shteti duhet të jetë garant në këtë investim. Partia Demokratike mbështet investimet e huaja, por në zonat e mbrojtura duhet të ndërtohet duke u përshtatur me mjedisin. Ky ishte qëndrimi i kryedemokratit Sali Berisha për projektin e Zvërnecit në mbledhjen e grupit parlamentar. A mund të zhvillohen në zonat e peisazhit? Mund të zhvillohen. Është e njohur. Bashkimi Evropian ka përcaktuar, më falni, standardet. Berisha akuzoi qeverinë për mungesë transparence. Rrethimin e zonës së projektit me tela me gjemba, kryetari i Partisë Demokratike thotë se ka urdhëruar vetë kryeministri Edi Rama. Kam përqendrimi po ndërton dhe bën sikur se ka ditur. Telat me gjemba i ka urdhëruar vetë. Sipas Berishës, po bëhen përpjekje për të larguar investitorët e huaj. Kjo është përpjekja për të larguar investitorin e madh të fundit nga Shqipëria. Dhe ju garantoj që kjo përpjekje është e koordinuar nga kockat mafioze të mafjes shqiptare. Çfarë i druaj unë Zvërnecit? I druaj jashtëmase se mafja shqiptare do ta shtrojë në një ksamil të dytë. Është e pamshirë dhe ajo do ishte dramë vërtet për ne. Një qëndrim pati edhe për protestën e qytetarëve që kundërshtojnë zhvillimin e projektit. Respektojmë të drejtën e çdo njeriu për protestë, ne mbështesim absolutisht investimet e huaja. Ne respektojmë dhe mbështesim të drejtën e pronarëve në çdo metër katror. Shprehu mbështetje për projektin në ishullin e Sazanit. Ata që qajnë elegjinë e Sazanit, ata janë një grup hipokritësh për të cilët le të derdhin lot krokodili sa të duan, se Sazani në mënyrë absolute asgjë nuk prishet aty miq. Mirë, do të shkojmë në Vlorë me gazetanën tonë Greta Haskaj. Ka patur edhe atje një protest. Greta, të përshëndes, për çfarë u protestua sot në Vlorë? Ju përshëndes, në fakt edhe Vlora është kthyer sot në një epiqendër proteste ku me vjetra qytetar vlonjatë se shtohen minut pas minuti, kanë marshuar që prej qytetorit të Lungomares, me ndalesën e parë në sheshin e Flamurit dhe ndalesën e tretë përpara bashkisë të Vlorës, për të mbrojtur le të themi kauzën e tyre të mbrojtjes së natyrës dhe për të kundërshtuar projektin i cili pritet ta preki Vlorën në hartën e cilit është Zvërneci. Pra, me pankarta në duar, Shqipëria e shqiptarëve, vdekja e tradhtarëve, ndaloni investimin. Kjo është kauza e tyre sot. Në shesh minut pas minuti shtohen edhe më shumë qytetarë, dëgjohen me brohorima. Nga ana tjetër ajo që kemi vënë re është se ka edhe një prezencë të shtuar të ambientalistëve që përfaqësojnë Vlorën ditën e sotme. Pra këtë të mërkurë, kjo është protesta e parë e Vlorës në fakt për këtë çështje, ndërkohë që ajo që kemi mësuar se do të na shoqërojnë protesta të tilla deri në fund javë, ndërkohë që e shtuna është parashikuar sipas tyre që të jetë një ditë e zjarrt proteste. Po me Zvërnecin, çfarë po ndodh atje me rrethimet, me çfarë u bë? Çfarë po ndodh? Në fakt sa i përket Zvërnecit, ne kemi qenë ditën e sotme nga afër për të parë se si është situata atje. Ajo që kemi parë është se janë hequr gardhat në fakt me tela, pra kufizohet me tela, ajo që ka mbetur është vetëm
kufizuesi i gardit, por dera tashmë është e hapur për të gjithë ata që do duan ta aksesojnë, pra qytetarët dhe ambientalistët të cilët pak ditë më parë nuk kanë mundur dot të futen në territorin në të cilit pritet që të investohet. Nga ana tjetër, ajo që kemi vënë re regjistër se këtë të mërkur pikërisht në Zvërnes kanë munguar dhe rojet e sigurisë të cilët kanë qenë prezent për gjatë gjithë ditëve që kemi lënë pas. Qartë, Greta, të falenderoj për raportimin. Një ngjarje e rëndë është regjistruar pas ditën e sotme në Shëngjin, ku 2 të rinj dyshohet se janë mbytur. Do të lidhem me Martin Markun për të kuptuar më shumë. Martin, të përshëndes, a mund të na sqarosh çfarë ka ndodhur? Resmi mbrëma, në fakt një tragjedi është regjistruar pas ditën e kësaj të mërkurë në qytetin bregdetar të Shëngjinit, më konkretisht në zonën e Ranës së Hedhun, ku një grup prej 5 të rinj nga Kosova janë futur në det për të larë. 2 prej tyre në fakt tragjikisht kanë humbur jetën, ndërsa 3 të tjerë kanë mbetur të lënduar dhe ndodhen në spitalin Rajnal të Lezhës. Viktimat bëhet me dije se janë identifikuar si Leonid Alia nga Fush Kosova, Jetmir Çopa nga Prishtina, përkatësisht të moshës 22 deri në 25 vjeç, dhe ata kanë qenë së bashku me disa bashkëmoshatar të tjerë të cilët në fakt kanë mbritur gjatë ditës së sotme në qytetin bregdetar të Shëngjinit. Ata janë futur për të larë në zonën e Ranës së Hedhun dhe një dallke madhe i ka rrëmbyer këtë fundit, pavarësisht ndihmës së dhënë nga ana e disa nga pushuesve të tjerë të cilët kanë ndërhyrë më një herë, sapo ata kanë dhënë një lajmin sos për ndihmë, pra kanë kërkuar ndihmë, por 2 prej tyre në fakt humben jetën tragjikisht, pavarësisht se u nxorën me shenjë jete në breg të detit dhe u dha ndihma e parë, ata kanë humbur jetën gjatë orëve të vona të kësaj pasdite në spitalin Rajnal të Lezhës. Një tragjedi duhet thënë për shkak se ata kishin mbritur gjatë ditës së sotme në plazhin e Shëngjinit me një grup miq nga Kosova, pikërisht me autobus, por ky udhtim u kthye në tragjedi për 2 prej tyre dhe 3 të tjerë ndodhen në spital dhe nga ana policisë bëhet me dije se deri në këtë moment ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Mirë, Martin, të falenderoj, natyrisht tragjedi dhe për tej tragjedis. Ecim me të tjera informacione. Prokuroria e posaçme ka kërkuar 28 vite burg për 11 të akuzuarit e dosjes Veliaj, të cilët kanë kërkuar gjykim të shkurtuar. 28 vite burg dhe 19.9 milion lek gjob në total kërkoi prokuroria e posaçme për 11 të pandehurit e dosjes së ndarë të kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj. Në një material me 537 flet, 2 prokurorët e posaçëm Altin Dumani e Olz Dado kërkuan dënime me burg për 5 nga të pandehurit. Konkretisht 7 vite heqje lirie u kërkua për biznesmenin Elman Abula. Nëse gjendet fajtor për pastrim parash sipas kësaj kërkese, dënimi ndaj tij ulet në 4 vite e 8 muaj burg për shkak të gjykimit të shkurtuar. E njëjta mas u kërkua për Ina Goxhajn e Adela Kondakçiun, por dënimi për të parën u kërkua të pezullohej në shërbim prove dhe për të dytën përjashtim nga dënimi për shkak të bashkëpunimit me drejtësinë. Nga një vit burg u kërkua për biznesmenin Fatmir Bektashi e Frosina Bollo, dënime që u pezulluan në punë në interes publik dhe shërbim prove. Gjobitjen me një total prej 19.9 milion lek, SPAK e kërkoi për 5 të pandehurit e tjerë, përfshirësh deputeten socialiste Klotilda Bushka. Kjo e fundit nëse gjendet fajtore sipas kësaj kërkese për akuzën e kryerjes së veprimeve që pengojnë zbardhjen e të vërtetës, duhet i paguajë shtetit 600.000 lek, masë e cila ulet në gjykimin e shkurtuar në 400.000 lek. Gjoba më e rëndë u kërkua për kompaninë Elman Abules Remetal, e cila për SPAK duhet të paguajë 18 milion lek gjob, masë e cila ulet në 12 milion. Për pjesën tjetër të pandehurve të kësaj dosje, përfshirë kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj e bashkëshorten e tij Ajo Laxoza, gjykimi i vijon më vete me procedurë të zakonshme. Policia e Tiranës zbuloi një skemë të vjedhjes rreth 400.000 eurove nga llogaritë e klientëve të një banke të nivelit 2. 12 punonjës të një banke të nivelit të dytë në kryeqytet janë përfshirë në një skemë vjedhje ndaj 2 klientëve të tyre, duke u marrë nga llogaritë personale rreth 310.000 euro dhe $92.000. Hetimi i krimit ekonomiko-financiar në Policinë e Tiranës zbuloi se punonjësit e bankës, mes të cilëve drejtori dhe zëvendës drejtori i degës, të cilët janë vënë në pranga, falsifikonin dokumente
dhe kryenin transferta të paautorizuara nga llogaritë e klientëve. Nga 12 masa sigurie të lëshuara nga gjykata e kryeqytetit, vetëm për një prej punonjësve nuk është ekzekutuar, pasi rezulton të jetë jashtë vendit. Skema e ngritur prej të dyshuarve mësohet se ka nisur rreth një vit më parë. Hetimi për zbulimin e këtij rasti nisi pas kallëzimit të një klienti, i cili në 2025 denoncoi se nga 3 llogaritë e tij ishin tërhequr pa autorizim rreth 500.000 lekë, ndërkohë një tjetër rast tërheqje parash pa autorizimin e klientit është denoncuar dhe nga vetë banka. Për këtë skemë, policia dhe prokuroria thotë se vijojnë hetimet, pasi nuk përjashtohet mundësia e përfshirjes së personave të tjerë. Autoritetet kanë nisur me penalitetet e para për vonesat e shkaktuara në filializimin e projektit të aeroportit të Vlorës. Ministria e Infrastrukturës ka gjobitur konsorciumin që po ndërton aeroportin e Vlorës për vonesat në përfundimin e punimeve. Lajmin e dha vetë ministri Karakaçi, që paralajmëroi të tjera masa nëse situata vijon të mbetet e njëjtë, por nuk dha shifra për masën e kësaj gjobe. Për çdo ditë vonesë dhe për çdo muaj vonesë ka penalitete. Ne tashmë kemi lëshuar penalitetet e para, faturat e para të penalitetit për vonesat përkatëse. Patjetër që ne do marrim gjitha masat e nevojshme që aeroport të përfundojë dhe të jetë operativ sa më shpejt. Prej muajsh ortakët e konsorciumit ka një konflikt që i ka çuar dhe në gjykatë mbi të drejtën për aksionet e shoqërisë. Javën e shkuar gjykata e lartë vendosi të rrëzojë kërkesën për sigurimin e padisë të paraqitur nga kompania Vlora International Airport dhe 2A Group, e lidhur me biznesmenin Valon Ademi, duke i dhënë të drejtë ortakut tjetër, Bexhet Pacollit. Projekti i aeroportit Vlorës konsiderohet si një investim strategjik për turizmin dhe transportin ajror në jug të vendit. Mirë, jemi tek sporti, pas pak minutash do të filloj dhe takimi Shqipëri-Izrael. Do të lidhemi njërë me gazetarin ton Gentian Alinani, është përpara stadiumit. Genti, të përshëndes, çfarë risie ka skuadra në formacion, por dhe në rreshtimin taktik? Përshëndetje Rej, me shumë kuriozitet në fakt pritet kjo ndeshje debutimi i trajnerit Rolando Maran, që duket se ka konfirmuar një pjesë të madhe të lojtarëve të bllokut të Silvinjos, edhe për shkak të mungesave të shumta që ka pasur në këtë ndeshje. Do të luajë Alen Sherri në portë si titullar, ndërkohë që në mbrojtje do të jetë Hysaj në të djathtë dhe Mitaj në të majtë, në qendër është Ajeti dhe Gjimshiti. Risia e këtij formacioni titullar është Ylber Ramadani nga minuta e parë për krah Kristian Aslanit, ka marrë vendin e Shehut, që ka qenë nga të preferuarit e Silvinjos, ndërkohë që përpara do të luajë Mehmeti në të djathtë si titular, edhe për atë ka pasur kërkesa të mëdha, le të themi, edhe në opinionin sportiv që të ketë shanse dhe ja ku e ka një të tillë. Do të luajë Hoxha në të majt, Laçi pak më i spostuar përpara, megjithatë mbetet për tu parë nëse do të jetë një 4-3-3 ose 4-2-3-1 pikërisht nga pozicioni i Laçit, dhe lajmi tjetër është Armando Broja në majën e sulmit. Duket se trajneri i ri e sheh si një bomber lojtarin tek i cili ne kemi prishmëritë më të mëdha dhe jo si një lojtar ansor, kështu që në vitet e fundit ka mundësinë që të luaj aty përpara për të udhëhequr ekipin. Mirë, Genti, unë të falenderoj për gjithë raportimin nga stadiumi, natyrisht i urojmë sukses skuadrës tonë. American British STEM Academy ka diplomuar maturant të saj të parë duke shënuar përmbylljen e një kapitulli që nisi 3 vite më parë me hapjen e shkollës. Një moment historik për American British STEM Academy. Shkolla përcolli maturën e saj të parë, një brez nxënësish që gjatë 3 viteve të gjimnazit është dalluar për rezultate të shkëlqyera akademike, pjesëmarrje në projekte inovative dhe fitimin e çmimeve kombëtare e ndërkombëtare. Mes emocioneve, duartrokitjeve dhe krenarisë të familjarëve, maturantët morën diplomat e tyre në një ceremoni festive që shënoi përmbylljen e një etape të rëndësishme dhe nisjen e një kapitull të ri në jetën e tyre. American British STEM Academy është kthyer në një nga modelet më inovative të arsimit para universitar në vend, duke zbatuar metodologjinë STEM dhe duke nxitur tek nxënësit mendimin kritik, kreativitetin, kërkimin shkencor dhe aftësitë e nevojshme për botën e së ardhmes. American British STEM Academy është institucioni i parë arsimor në vendin tonë që ka aplikuar metodologjinë STEM. Ka në temel të saj ofrimin e një shërbimi arsimor cilësor kurrëmtues që të nxjisë nxënësit aftësitë digjitale të punës në grup, të mendimit kritik. Një pjesë e konsiderueshme e nxënësve kanë siguruar tashmë pranimin në universitete prestigjioze ndërkombëtare.
Mes buzëqeshjeve, lotëve të gëzimit dhe fotografive, ceremonia kulmoi me hedhjen tradicionale të kapeleve në ajër, simboli i përfundimit të kapitullit dhe fillimit të rrugtimit të ri drejt universiteteve dhe karrierave të së ardhmes. Matura e parë American British STEM Academy lë pas një histori suksesi dhe vendos një standard të lartë për breza që do të vinë. Mirë, këtu përfunduam këtë edicion lajmesh, zonja dhe zotërinj, ju falenderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.